Vendet anëtare të NATO-s ranë dakord për përmbajtjen e deklaratës përfundimtare të samitit të zhvilluar në Hag, ku dominoi kërkesa për rritjen e shpenzimeve ushtarake me 5%, Ukraina dhe neni 5 i traktatit të aleancës. Përsa u takon shpenzimeve, udhëheqësit e vendeve anëtare të aleancës u zotuan të rrisin shpenzimet e mbrojtjes në nivelin e propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zotimi është pjesë e deklaratës përfundimtare të samitit të Hagës, që u miratua unanimisht nga 32 vendet anëtare të aleancës, përfshirë edhe Spanjën, që ishte kundërshtarja më e madhe kësaj pike. Në ndritën e mëdyshjes së angazhimit amerikan për mbrojtjen e Evropës, diskutimet u përqendruan edhe tek neni 5 i traktatit, që lidhen me mbrojtjen kolektive. Sipas këtij neni, sulmi ndaj një vendi anëtar të aleancës konsiderohet si sulm ndaj të gjitha vendeve të NATO-s. Këtë nen e vendosi në pikpyetje Donald Trump, por që u tërhoq nga ky qendrim me të zbritur në Hag, duke theksuar se angazhimi mbrojtës amerikan në Evropë nuk ndryshon. Në deklaratë ritheksohet mbështetja për Ukrainën dhe Rusia vlerësohet si kërcënim afatgjat për perëndimin. Në këtë samit mori pjesë edhe kryeministri Edi Rama, që zhvilloi disa takime, përfshirë këtu edhe me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në darkën e mikpritjes së familjes mbretërore për liderët e NATO-s të organizuar nga mbreti William Alexander dhe mbretëresha Maxima e Holandës. Pjesëisht edhe presidenti amerikan Donald Trump, ai i Francës Emmanuel Macron, por edhe shumë figura të tjera. Ndërsa nuk mungonte Zelenski, vetë kreu i qeverisë postoi në Facebook një foto familjare me të gjithë krerët e Aleancës Euroatlantike. Gjatë samitit, pjesë e delegacionit ishte edhe ministri Igli Hasani. Ai mori pjesë në takimin e Këshillit NATO-Ukrainë, ku pati një takim me sekretarin e shtetit të SBA, Marco Rubio, me përfaqësuesin e lartë e BE-s për politikën e jashtme dhe të sigurisë, një herës të vendës presidente e Komisionit Evropian Kaja Kallas, por edhe me homolog nga vendet anëtare të BE-s. Gjatë takimit të Këshillit NATO-Ukrainë Hagër, afirmova mbështetjen e palëkundur të Shqipërisë për Ukrainën, vlerësova rolin udhëheqës të SBA-s për zgjidhjen e krizës në lindjen e mesme, si dhe theksova rolin thelbësor të një shtylle të fortë evropiane për unitetin dhe qëndrueshmërinë e aleancës, shkroi Hasani në Facebook. Shqipëria ka ndarë rreth 520 milionë euro buxhet për ushtrim për gjatë vitit 2025, që përbën rreth 2.1% të prodhimit të brendshëm bruto, të parashikuar për këtë vit. Shuma e vendosur në dispozicion për mbrojtjen përmbush objektiven e vendosur nga NATO që për vitin 2006 për nivelin minimal të shpenzimeve në këtë sektor. Deri para se Donald Trump të zgjidhej presidenti SBA në mandatin e parë të tij, numri i vendeve që arrinin apo të kalonin këtë nivel numëroi me gishtat e njerëz dorë. Pas rritjes së presionit të Trump, shumë vende anëtare rritën shpenzimet, mes të cilave edhe Shqipëria. Por tashmë niveli i rënd dakord në samitin e Hagës është rritur me 2.5 herë, që do të thotë se duke u referuar prodhimit të brendshëm bruto të parashikuar për Shqipërinë për 2025-ën, Shqipëria do duhet të ndajë për ushtrim 1.3 miliardë euro, që përbën rreth 16% të buxhetit të ndarë për këtë vit. Megjithatë, për realizimin e objektivit prej 5% për mbrojtjen është lënë afat viti 2035, edhe duke llogaritur rritjen e prodhimit të brendshëm bruto, Shqipëria brenda dekadës do duhet të rritë shpenzimet për ushtrim nga 500 milionë euro në 1.8 deri në 2 miliardë euro. Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas emërimit të antarit të kryesisë së Partisë Demokratike, një herësh ish-kryetari i PD-s së Vlorës, drejtor të kadastrës së këtij qyteti. Berisha në konferencën me gazetarët tregoi se para 10 ditësh Dero Memaj i kishte dërguar mesazh se do të largohej nga aktiviteti politik përgjithmonë, ndonse sipas ish-kryeministrit nuk ka patur një aktivitet për arsye të veta. Ai ka bërë një zgjedhje, ka marrë një funksion, ka marrë një post, të cilin një demokrat se mirë të kur, por zgjedhja është e tij. Nuk kam djeni për asnjë rast tjetër, por rasti i tij është evident. Nuk më njoftoi se do mirë të një funksion në një vend ku rri nga 3 muaj zakonisht në Vlorë, por është zgjedhja e tij. Stimin ai e ka patur në PD. Se si gjeti këtë vlerësim të lartë nga Partia e Krimit është punë e tij. Nuk kam gjeni. Nga ana tjetër, Berisha u ndal sërish tek denoncimi i asaj që e konsideron si farsë elektorale. Për këtë, Berisha denoncoi se janë bler vota me certifikata pronësie e leje ndërtimi, e për këtë tha se do të paraqes të dhëna se si një gjë e tillë ka ndodhur. Sipas ish-kryeministrit, janë dhënë 6.000 leje legalizimi për efekt elektoral si formë e blerjes së votës. Teksa ka kaluar një javë nga nisja e procesit të rinumërimit nga administrata e KQS, pas vendimit të 2 anëtarëve të PD në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve,
njëherë zhvijojnë edhe pretendimet e kandidatëve për vendime të padrejta nga ky i fundit. Si kandidatët socialistë, ashtu edhe ata demokrat për Tiranën, akuzojnë KAS se votat që ishin konsideruar të vlefshme dhe të tilla do duhet të ishin edhe në rinumërim, po konsiderohen të pavlefshme për kandidatët e të vlefshme vetëm për subjektet. Erion Braçe për këtë sjell edhe një shembull. Vota në foton e parë është numëruar dje. Ishte në njën nga kutitë e njësisë numër 5 është vot vetëm për partinë. KAS e ka shpallur të pavlefshme. Po përse? Përse një vullnet i shprehur me topin e Mato Grudës është konsideruar e pavlefshme? Përse KAS këtë shenjë quan të pavlefshme? Pse zemra është e vlefshme dhe topi Matos jo? Shkruan Braçe. Nga ana tjetër publikon fletë të tjera votimi që sipas tij duhet të ishte e vlefshme, por që është konsideruar e tillë vetëm për Partinë Socialiste e jo kandidatin, pasi shenja është jashtë kuadratit. Ndërkohë edhe kandidati Ilir Ali Mehmeti shfaq këto pretendime nëpërmjet vëzhguesve të tij. Vëzhguesit pretendojnë se po u hiqen vota në mënyrë të padrejtë dhe të qëllimshme nga KAS. Antari i Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve u përgjigj pretendimeve të kandidatëve si Erion Braçe e Ilir Ali Mehmeti se në mënyrë të padrejtë votat e vlefshme po konsideroheshin si të pavlefshme. Për këtë Ledi Obrahu sfidoi deputetin Erion Braçe se nëse ka pretendime ti drejtohet zyrtarisht KAS. Manuali i miratuar nga Komisioni Rregullator është orientues dhe nuk mund të parashikohet fantazia e çdo votuesi apo çdo zgjedhësi në manual. Mua më dërguan postimin e zotit Braçe. Vota ishte një shënim që kishte një organ gjenital mashkullor në fletë në votimit. Partia Socialiste, siç bëri edhe disa ditë më parë që bëri një kërkesë, mundi drejtohet KAS-it me një kërkesë tjetër dhe të kërkojë që çdo votë që ka një organ gjenital mashkullor apo femëror të konsiderohet nga KAS-i si e vlefshme dhe ne do shprehemi me vendim siç u shprehëm në rastin e parë. Brahu shkoi edhe më tej kur tha se pasi numërimi i parë po rezulton i drejtë, po tentohet të bëhet pis rinumërimi. Bëhet fjalë vetëm për pretendime për bishta kryqesh, pra është bishti brenda kutisë apo jashtë kutisë, është qendra e kryqit mes dy kutive apo brenda një kutie, çka tregon qartësisht se ka të bëjë vetëm me interpretime votash individuale dhe jo me trafikim masiv votash. Për aq kohë sa nuk ka pasur një trafikim masiv sa i përket kandidatëve apo subjekteve, unë besoj se tani askush nuk mund të bëj pis procesin e numërimit, pra flasim për administrimin zgjedhor që është bërë nga KZAZ dhe grupet e numërimit, dhe tani po tentohet nëpërmjet mënyrave të tjera që të bëhet pis procesi i rinumërimit këtu në KQZ nëpërmjet numëruesve të KQZ-s apo dhe antarëve të KAS. Procesi i rinumërimit për Tiranën pritet të zgjasë në maksimumin e tij deri të hënën, ku më pas do t'i lihet vend nisjes së rinumërimit për Fierin e Durrësin. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve ka nisur një hetim ndaj 100 individëve apo subjekteve që kanë përfituar të ardhura nga rrjetet sociale, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Google apo PayPal, ku nga verifikimet paraprake dyshohet për rreth 33 milion euro të padeklaruara. Sipas njoftimit të kësaj drejtorie, theksohet se administrata tatimore ka njoftuar më datë 29 mars përmes rrjeteve sociale që individet dhe subjektet të përmbushin detyrimet ligjore nëpërmjet vetë deklarimit në Diva 2024. Por sipas tyre, një gjë e tillë nuk është reflektuar tek shumë subjekte, të cilat kësaj preken nga ky hetim. Për të shmangur penalitetet, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve thekson: ftojmë tatim paguesit që nuk kanë reaguar ende të kryejnë sa më shpejt këtë detyrim për të shmangur penalitetet dhe masa të tjera që mund të sjellë një hetim i thelluar. Nga ana tjetër vlen të theksohet se vendi ynë nuk ka një marrëveshje me platformat sociale si Facebook, YouTube, Instagram apo TikTok për monetizimin e kanaleve dhe taksimin e individëve që merren me këto rrjete për qëllime fitimi. Kësaj monetizimi i tyre bëhet duke përdorur vende të tjera që e lejojnë e përrjedhoi taksohen një herë nga ato vende. I gjithë sistemi i furnizimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike në vend është i përgatitur për të përballuar rritjen e konsumit përgjatë këtij sezoni turistik. Garancia u dha nga zëvendës kryeministria dhe ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku gjatë një tryeze organizuar për sektorin energjetik dhe sfidat e tij. Duhet thënë patjetër që aktualisht ky sektor ndodhet në momentin më të mirë, duke pasur parasysh të gjitha rezultatet që vijnë edhe nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, por edhe nga ndërmarrjet që operojnë në këtë sektor, ashtu siç është OSHE Group, KESH dhe OST. Palën me një anë dhe Agjencinë e Eficiencës së Energjisë. Sot sistemi elektroenergjetik shqiptar po ecën drejt integrimit të tregjeve, liberalizimit furnizimit, vetë prodhimit të energjisë, që është një nga incentivat që ne kemi nxitur në 5 vjeçarin e fundit, dhe padyshim të gjitha këto kanë bërë që
komponentët kryesor të këtij sektori të vinë drejt përmirësimit, duke sjellë kështu edhe një rezultat të mirë në të gjithë treguesit, të cilët janë treguesit matës të këtij sektori. Balluku tha se të tre operatorët energjetik, si Kesh, OSHE dhe OST, kanë regjistruar vitet e fundit performanca të mira financiare, çka mundësoi për herë të parë uljen e çmimit të energjisë elektrike. Gjykata e lartë nuk pranoi kërkesën e dhëndrit të Sali Berishës si e marrë Maltezit për revokim të masës së sigurisë. Ai do të vijojë të qëndrojë në arresht shtëpie për akuzat e ngritura për çështjen partizane. Mbrojtja edhe në këtë rast përdori si argument rastin e Thoma Gëllçit në Strasburg, por kjo gjë nuk u mor parasysh, duke bërë që trupi gjykues ta rrëzoi për të disatën herë rastin. Dhëndri ish kryeministrit Berisha do të përballet me drejtësinë për korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Çështja ka kaluar për gjykim dhe më 30 qershor do të mbahet seanca e parë paraprake. Ndërkohë vetë Berisha për korrupsion pasiv. Ish kryeministri sipas pak dyshoi se ndikoi përmes veprimeve indirekte që dhëndri i tij të privatizonte ish kompleksin sportiv Partizani. Nën akuzë janë vendosur dhe disa biznesmen dhe kompani. Lufta kundër krimit të organizuar, përballje me krimin kibernetik, goditja e rrjeteve të kontrabandës së emigrantëve dhe forcimi i bashkëpunimit ndërmjet strukturave hetimore dhe operacionale ishte kryefjala e drejtorit të policisë së shtetit Ilir Proda në ceremoninë e asamblesë së parë të SEPKAS për vitin 2025 që po mbahet në Berat. Fenomenet kriminale tashmë nuk njohin kufi. Krimi organizuar, trafiku narkotikëve, kontrabanda e migrantëve, trafiku i qenieve njerëzore, terrorizmi, krimi financiar dhe i kibernetik janë sfida tashmë globale dhe vetëm së bashku ne mund të bëjmë ballë atyre. Prandaj besojmë se përgjigjja ndaj këtyre sfidave duhet të jetë gjithëpërfshirëse, e koordinuar dhe e qëndrueshme. Kjo kërkon më shumë se sa masa të zakonshme, kërkon vizion, kërkon leadership dhe mbi të gjitha besim reciprok. Proda kërkoi bashkëpunim nga të gjithë partnerët për të pasur një rajon më të sigurt dhe pa kufi përballë krimit që po fuqisohet gjithnjë më shumë. Në përfundim të punimeve 3 ditore të konferencës ndërkombëtare të komisionerëve për të drejtën e informimit të zhvilluar në Berlin, Shqipëria është zgjedhur në mënyrë unanime në krye të presidencës së këtij forumi për periudhën 2025-2027. Zgjedhja e Shqipërisë në këtë rol konsiderohet si vlerësim ndaj institucionit të komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale. Komisioneri Besnik Dervishi shprehu mirënjohjen për besimin e dhënë nga anëtarët e forumit dhe tha se Shqipëria ka identifikuar objektivat gjatë presidencës 2 vjeçare. Konferenca e cila u mbajt nga data 23 deri në 25 qershor 2025 mblodhi në Berlin përfaqësues të institucioneve të pavarura, organizatave të shoqërisë civile dhe ekspert nga e gjithë bota për të diskutuar çështje kyç që lidhen me transparencën, llogaridhënien dhe aksesin në informacion publik. Tema kryesore e edicionit të këtij viti ishte aksesi në informacionin mjedisor në epokën digjitale, duke vënë theksin te nevoja për informim të saktë dhe në kohë për çështjet mjedisore, në një epokë kur teknologjia ka transformuar mënyrën se si qytetarët marrin dhe përdorin informacionin publik. Oda ekonomike e Kosovës ka reaguar pas vendimit të gjykatës komerciale për të shtyrë ekzekutimin e njoftimit të zyrës së rregullatorit për energji të datës 3 qershor 2025. Ky njoftim ndalonte paditësin të shfrytëzonte furnizimin nga shërbimi universal. Në njoftimin e Odës ekonomike të Kosovës, thuhet se ky zhvillim tregon qartë se bizneset kanë pasur të drejtë kur kanë ngritur zërin ndaj padrejtësive të ZRE-s. Oda ekonomike e Kosovës inkurajon të gjitha bizneset që ndihen të cënuara nga ky vendim, që të ndjekin rrugën ligjore për të mbrojtur interesat e tyre. Çdo kush që ka nevojë për asistencë brenda Odës është themeluar një ekip juristësh që do të ndihmojnë në draftimin e akteve kundër njoftimit të ZRE-s, thuhet në njoftim. Oda ekonomike i bën thirrje ZRE-s që të pezullojë njoftimin për daljen në tregun e lirë përpara se të krijohen pasoja edhe më të mëdha për biznesin, ekonominë dhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Nga ana tjetër, vlen të theksohet se bizneset e Kosovës kishin organizuar protesta kundër vendimit të ZRE-s, pasi sipas përfaqësuesve të bizneseve, një veprim i tillë do të krijonte një klimë ekonomike të pafavorshme. Organizatat e shoqërisë civile kanë zhvilluar këtë të mërkurë një protestë simbolike përpara hyrjes së Kuventit të Kosovës, pas bllokimit të vazhdueshëm të konstituimit të legjislaturës së re. Me pankarta në duar,
Përfaqësuesit e shoqërisë civile kërkuan të japin fund krizës institucionale dhe theksuan përgjegjësinë e deputetëve për të përmbushur mandatin e tyre. Ajo çfarë po shohim është që ndonse për gjithë qytetarët, për publikun në përgjithësi, kjo situatë tashmë i ka kaluar gjithë kufijtë e normales dhe është bërë boll, siç po thonë edhe disa prej pankartave tona, të vetmëve që nuk po bëhet vonë, nuk është bërë boll, duket që janë deputetët e kuvendit, cilët me një papërgjegjësi të plotë janë duke trajtuar situatën aktuale si diçka të zakonshme, ndonse situata nuk është e tillë. Dhe që tashmë kuvendi shndruar në një cirk të demokracisë i cili po vazhdon me shfaqjen e njëjtë tragjikomike ku çdo 48 orë deputetët mblidhen për disa minuta punë dhe ndonse po shohim që të njëjtëve pagat po ecin, puna e tyre e marrë së bashku që nga momenti kur është duke u tentuar që të konstituohet kuvendi, mezi arrin 2 orë të plota efektive pune. Protesta u zhvillua përpara nisjes së 37 të seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, e cila sërish nuk ka arritur të marrë votat e mjaftueshme nga ligjvënësit. 52 deputet kanë lënë votën për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, ndërpritet seanca, shihemi 27/6/2025 në ora 11. Deputetët e Kuvendit do të mblidhen përsëri pas 48 orëve, të premten e 27 qershorit. Vetëvendosja si fituese e zgjedhjeve i takon të propozoj kandidatin për kryetar kuvendi, dhe ajo këmbgul vazhdimisht që Haxhiu është figura e duhur, ndonse për partitë e tjera ajo cilësohet si e papranueshme dhe konsiderohet figurë përçarëse. Çështja e ndërrimit të mënyrës së votimit nga e hapur në të fshehtë është dërguar për interpretim në gjykatën kushtetuese nga partitë opozitare. Ekonomia informale e Greqisë arrin në 16 deri në 18% të produktit të brendshëm bruto të vendit, sipas zyrës së buxhetit të parlamentit grek, që llogarit ekonominë e zezë bazuar në të dhënat e vitit 2023. Shifra përkthehet në rreth 40 miliard euro që qarkullojnë jashtë kanaleve zyrtare ekonomike. Raporti ka zbritur të ardhurat e deklaruara nga individet dhe bizneset, që në 2023 raportohen 110 miliard euro nga taksa mbi vlerën e shtuar, që në të njëjtin vit arkëtoi 151 miliard euro. Vlerësimi i autoriteteve greke përputhet me vlerësimet e mëparshme të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Megjithëse mbetet në nivele të larta, të dhënat e cituara nga fondi tregojnë se ka rënje të ndjeshme të ekonomisë informale, nga 30% e prodhimit të brendshëm bruto të Greqisë që ka qenë në vitin 2013. Greqia rënditet ndër vendet me informalitetin më të lartë ekonomik në Bashkimin Evropian, duke lënë pas vetëm vende si Rumania dhe Bullgaria, ndërsa nga anëtarët e mëdha të BE-s, informaliteti vlerësohet si më problematik në Spanjë, Itali dhe Portugali. Oda ekonomike amerikane në Kosovë përsërit shqetësimet e saj të thella në lidhje me zbatimin e reformës së liberalizimit të tregut të energjisë. Oda ka reaguar pas publikimit të paktën 2 rasteve, kur gjykata komerciale e Kosovës u ka dhënë të drejtë bizneseve dhe ka rrëzuar vendimet e zyrës së rregullatorit të energjisë për të mos i lejuar që të furnizohen në rrjetin e shërbimit universal të furnizimit me energji. Oda amerikane ekonomike thosë se kjo qasje e qëndrueshme gjyqësore reflekton shqetësimet në lidhje me ndikimin potencial të këtyre vendimeve në treg, dhe si e tillë nuk mund të injorohet si rastësore ose specifike. Në reagim thuhet se implikimet e këtyre vendimeve shtrihen shumë përtej 2 rasteve dhe i bën thirrje zyrës së rregullatorit të energjisë që të pezullojë menjëherë zbatimin e masave të kontestuara të liberalizimit, derisa gjyqësori të japë qartësi përmes vendimeve përfundimtare mbi të gjitha ankesat përkatëse. Kundër vendimit ka reaguar më herët edhe Oda ekonomike e Kosovës, që e konsideron daljen në treg të liberalizuar për bizneset si të pamundur në këtë fazë zhvillimit të vendit. Kandidatja e vetëvendosjes për kryetare të Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, nuk përjashtoi mundësinë që partia e saj të dalë me një emër tjetër për këtë post. Sa herë të flisni për propozimin e vetëvendosjes, ta merrni përgjigjen nga lëvizja vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje ka dhënë propozimin e saj dhe në këtë drejtim ne nuk po flasim më për emrin. Ne po flasim për komisionin për votimin e fshehtë. Kush e di, ndoshta vetëvendosja do ta ketë një qendrim tjetër, por po flasim për komisionin për votimin e fshehtë. Por opozita s'po lejon as me shkuti propozimi i Radës, por që është e rëndësishme që të vazhdojë. Ashtu si Albin Kurti edhe Haxhiu, fajtorët për ngërçin e krijuar i gjen në krahun opozitar. Ne në vend që të kishim një përpjekje edhe nga ana e deputetëve të opozitës, madje edhe kryetarëve të partive opozitare, që ta konstituojnë Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Kosovës, me çfarë kemi parë, siç edhe sot ndodhi, ata vinë në kuvend dhe nuk marrin fare pjesë në votim. Unë nuk e di nëse keni pasur rastin që të pyesni deputetët të opozitës, shumë thjesht, pse vinë seancë. Konstituimi i Kuvendit të Kosovës dështoi për herë të 37 këtë të mërkurë, ndërsa seanca e radhës është caktuar të premten. Donald Trump edhe njëherë ka vendosur në pikpyetje për kushtimin e vendit të tij për të mbrojtur aleatët e NATO-s nëse dikush prej tyre sulmohet. Presidenti amerikan duket se po zbie bashkëpunimin, ndërsa interpretoi hapësirat e Nenit 5, i cili angazhon të gjitha shtetet që të përfshihen në luftë. Nëse dikush për aleatëve përfshihet në luftë me një shtet jashtë NATO-s, ka shumë për kufizimet Nenit 5. E dini këtë apo jo? Por unë jam i përkushtuar të jem mik i tyre, tha ai. Ashtu siç bëri dhe gjatë mandatit të tij të parë, Trump lat kuptoi se mbështetja e tij do të varet nga ajo nëse aleatët e SBA-s shpenzojnë mjaftueshëm për mbrojtjen. Në samitin e NATO-s që po zhvillohet në Hagë, ai kërkoi që të ushtrohet presionet ndaj Kanadas për të shpenzuar 5% të produktit të brendshëm bruto për mbrojtjen. Në vitin 2016, Trump kishte thënë se si president nuk do ta zbatonte patjetër garancinë e mbrojtjes së ndërsjellë të aleancës. Në mars të këtij viti, ai shprehu pasigurinë se NATO do t'i mbronte Shtetet e Bashkuara nëse do të ishte e nevojshme. Neni 5 është themeli mbi cilin është ndërtuar Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut me 32 antar. Ai përcakton se çfarëdo sulmi armatosur kundër njërit ose më shumë antarëve do të konsiderohet si sulm kundër të gjithë antarëve. Ai gjithashtu thotë se në rast të një sulmi të tillë, secili antar do të ndërmarrë individualisht dhe në bashkëpunim me të tjerët veprime që i konsideron të nevojshme, përfshirë përdorimin e forcës armatosur për të rikthyer dhe ruajtur sigurinë në zonën e Atlantikut të Veriut. Një vlerësim i inteligjencës amerikane sugjeron se sulmet ajrore të SBA-s kundër objekteve bërthamore iraniane të urdhëruara nga presidenti Donald Trump kanë vonuar programin bërthamor të Iranit me disa muaj. Burimet të njohura me raportin, i përgatitur nga Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes, thanë se ndërhyrjet shkaktuan mbylljen e hyrjeve në të paktën 2 objekte të pasurimit të uraniumit. Dy burime thanë se rifillimi i punës në këto 2 objekte varet nga koha që i duhet Iranit për të pastruar rënojat dhe për të riparuar dëmet në infrastrukturë, si energjia elektrike dhe furnizimi me ujë. Po ashtu sipas një burimi, një pjesë e rezervave të uraniumit të pasuruar ishte zhvendosur përpara se të ndodhnin sulmet. Nuk dihet ende me siguri niveli i saktësisë apo besueshmërisë të vlerësimeve fillestare. Presidenti Trump deklaroi se objektet iraniane janë shkatërruar plotësisht. Sulmet amerikane erdhen si pjesë e një fushate të koordinuar me Izraelin, e cila ka zgjatur më shumë se një javë. Këtë ndërhyrje u ndërmorën pas rritjes së rezervave të uraniumit të pasuruar të Iranit, që ka rindezur frikën ndërkombëtare për zhvillimin e një arme bërthamore. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë vlerësuar kohët e fundit se nëse Irani vendos të ndërtojë një armë bërthamore, mund ta arrijë këtë brenda një periudhe prej 3 deri në 8 muaj, por nuk ka prova që udhëheqësit e vendit e kanë marrë ende këtë vendim. Megjithatë, Izraeli vazhdon të paralajmërojë si Irani është në garë drejt ndërtimit të bombës. Teherani këmbgul se programi i tij është për qëllime paqësore. Një flot kamionësh u par në Fordo pak para sulmit dhe pyetja thelbësore është se çfarë po transportonin dhe ku ka shkuar. Të gjitha indikacionet tregojnë se Teherani e ka zhvendosur stokun e tij të uraniumit të pasuruar në një vendodhje tjetër. Një mal tjetër i njohur si Kazm ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare dhe Irani gjithashtu mund të ketë zhvendosur disa nga centrifugat. Megjithse pothuajse me siguri, jo të mjaftueshme për të bërë përparim me shpejtësinë që mund të kishte bërë para sulmit. Edhe kur ke mjaftueshëm uranium të pasuruar në masë të madhe, kërkohen më shumë faza për të bërë një bombë përmes armatimit dhe zhvillimit të një sistemi shpërndarjeje. Këto kërkojnë një nivel njohuri shkencore jashtëzakonisht të larta, dhe një nga veprimet më të spikatura të Izraelit në fillim të konfliktit ishte vrasja e shkencëtarëve të përfshirë në program, me shpresën e zgjatjes së afatit kohor. Sulmi me siguri do ta ketë penguar programin e Iranit, por me sa, çdo përgjigje varet nga përcaktimi i asaj që mbetet pas sulmeve dhe në mënyrë të pashmangshme do të jetë një vlerësim dhe jo një shifër saktë. E gjithë kjo do thotë që puna e agjencive të inteligjencës në përpjekjen për të kuptuar programin bërthamor të Iranit do të bëhet edhe më intensive në muajt në vijim, dhe nëse shenjat tregojnë se Teherani po e rindërton fshehurazi programin ose po garon për një bombë, atëherë konflikti ka të ngjarë të fillojë përsëri. Indianët kanë festuar nisjen me sukses të misionit Aksion 4 në hapësirë. Kapiteni i grupit Shubhanshu Shukla, i cili po drejton misionin, është bërë vetëm indiani 2 që udhëton në hapësirë. Brenda pak më shumë se 26 orësh, kur anija kozmike që ankorohet në stacionin ndërkombëtar hapësinor
kapiteni i grupit Shukla, do të bëhet indiani i parë që viziton laboratorin orbital të NASA-s. Udhëtimi i tij vjen 41 vjet pasi kozmonauti Rakesh Sharma u bë indiani i parë që fluturoi në hapësirë me një anije kozmike ruse Soyuz në vitin 1984. I udhëhequr nga isha astronautja e NASA-s Peggy Hudson, një veterane e hapësirës e cila ka qenë 2 herë komandante e ISS-s, ka kaluar më shumë se 675 ditë në hapësirë dhe ka bërë 10 shëtitje në hapësirë. Ax-4 u ngrit nga qendra hapësinore Kennedy e NASA-s në Florida në orën 2:31 të mërkurën. Udhëtimi për në ISS me Ax-4, një fluturim komercial i operuar nga kompania private Axiom Space me seli në Houston, është bashkëpunim midis NASA-s dhe Agjencisë Hapësinore të Indis, ISRO, Agjencisë Hapësinore Evropiane ESA dhe SpaceX. Ekipi i saj prej 4 anëtarësh përfshin gjithashtu edhe një polak dhe një hungarez. Astronautët kaluan javë të tëra në karantinë para nisjes të së mërkurës. 10 njerëz janë shtruar në spital për sëmundje të lidhura me temperaturat e larta, ndërsa vala e parë e madhe të nxehtit të verës po zbret në Amerikën Verilimtare. Më shumë se 150 persona u sëmurën në një ceremoni diplomimi në një shkollë në Patterson në New Jersey. Në Washington DC, 6 persona po ashtu kërkuan ndihmë mjekësore, pasi nuk duruan dot temperaturat e larta gjatë një koncerti, raporton CBS News. Paralajmërime për nxehtësinë po vijojnë dhe në pjesë të tjera të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku më shumë se 160 milion njerëz po përballen me temperatura të larta. Ndërkohë përgjatë Bregdetit lindor të SBA-s në Karolinën e Veriut, po ashtu raportohet se 10 persona u paraqitën për trajtim mjekësor. Mediat lokale të lajmeve raportuan se të paktën 41 persona, përfshirë fëmijë, ishin shtruar në një spital në Karolinën e Veriut. Ndërkohë për shkak të vapës, kryetari i bashkisë së Patterson shpalli gjendjen e jashtëzakonshme, duke anuluar çdo aktivitet. Ndërkohë qendrat posaçme të pajisura me kondicioner janë ngritur për të ardhur në ndihmë të gjithë banorëve. Ekspertët paralajmërojnë se temperaturat e larta në të gjithë Amerikën e Veriut mund të përkeqësojnë rrezikun e sëmundjeve që lidhen me nxehtësinë, veçanërisht për shkak të niveleve të larta të lagështisë. Meteorologët paralajmërojnë se disa vende mund të arrijnë temperatura rekord.